Situata me kultivimin e bimëve medicinale, kryesisht të Shërbelës, vjen të jetë shqetësim për fermerët e zonës Malësisë Madhe. Rënja e çmimit ka bërë që fermerët të mbajnë stok në magazina sasi të konsiderueshme të Shërbelës, ndërsa në shumë sipërfaqe vëret që Shërbela ka mbetur pa u korrur, pasi fermerët nuk kanë më interes për ta tregtuar. Tokat bujqësore në Malësi të Madhe janë të njohura për prodhimin e bimëve medicinale, por fermerët bëjnë ditur se vitit e fundit për shkak të rënjes së çmimit, shumë toka nuk po punohen, ndërsa shqetësim për ta mbetet dhe mungesa e fuqisë punëtore. Shërbela është për tokë, se ka marrë kush nuk shkon. Nuk vlen se unë punoj edhe në për Shërbelë se kam ikol, kam edhe ikol. Punoj në për Shërbelë, kam vite që punoj, domethënë me bujqësi, 35 vjet jam marrë me bujqësi. Edhe Shërbela nuk shkon more. Unë kam shit 54 kintal Shërbelë, më ka bën 3 milionë e disa lek, 700 lek kile. As punëtorët që kanë punuar, se unë me punëtore kam punu, nuk I kam zirë. Ka ra vlera, edhe cilësia, se qesin plek një mikna, edhe cilësia ka të boj. Por vlera I ka ra, se ka kënë 2.000 lek, 1.500 lek. Që e kanë shiti të këtu, se kjo ka 10 vjetë që është e mjellën I këtu. I kjo ka I shime mu, 10 vjetë ka që e mjellën, që është pa kur krejtë, se ka kur kërkush, asa ta, komplet e këtë, deri, për të aty në shpijave atje siper e këtë mjellën Shërbelë. Po që me ba, pra duhet me punua mu kap, dhe që pa prap se prap mu kap këtë mu lol këtë, se nuk ka I merkosh. Kanë me të stak, janë magazinat, plet shpia na mu shplet me ta, nuk kanë ka vënape. Veç me I dig në edhe I me dirësa, pari vjetë, marë me 2.500 lek. Kështë jemet, e kanë ashit, se s'pat me këma I fut me 500 lek, qamë, e thënë 15 këntal shit me se mu 500.000 lek. Qa janë ata? Asësën, as plekimiko, as kultivatori, as kërgja. E vime vrasin vedin në tonë dhe zjanë sfetojnë. Mes pasigurisë dhe frikës që ka shkaktuar vendosja tarifave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kultivuesit dhe grumbulluesit e bimëve mjekësore në Malësi të Madhe I kanë kthyer syt nga shteti në pritje të një mbështetje financiare.